Qa nuk kuptojmë ne kur themi na duhet një masë mirë dhe që mos lëvizin transfertat. Zakonisht ndodh që mjeku mendon se duke i montu transfertat në gojë dhe me vidën, normalisht thotë mu nuk më lëvizin transfertat. Edhe është mëse normale që këtu nuk lëvizin transfertat, se janë të bllokuara. Momentin që ti të marrësh masën edhe to u bllokuan në silikon, ti mendon se do jenë po në njëjtë mënyrë, po nuk është e vërtet, sepse këto në pamje të parë duken sikur nuk lëvizin, po në të vërtet lëvizin. Përveç se këto dhe rrotullohen brenda, këto lloj transfertash duhet lidhen me njëra tjetrën, sepse ndryshe rrotullohen. Po në rasti konkret nuk na prish një punë e madhe, sepse bara që të bëhet nuk do jetë me hexagon poshtë. Po nëse të kishim një punë me hexagon, normalisht do na prishin shumë punë. Por le të shohim pak lëvizshmërinë. Në të mënyrë, se kur të lëviz 1 mm, praktikisht puna nuk shkon. Qofse lëviz edhe sikur 0.5, në një strukturë akoma më të madhe, akoma më keq. Kështu që prandaj transfertat duhen lidhur me njëra tjetrën, duhen lidhur me paterezin, që të bëhet një blok i tërë, që mos kemi asnjë lloj problemi. Ktu flasim për një punë të precizionit të lartë. Sa më precize na vjen e masa, aq më precize të bëjmë edhe ne punimin pastaj.